Burri nga Kosova vran gruan e tij në Gjermani. Kë lajmëroi ai për këtë krem? Një ngjarje tragjike ka ndodhur gjatë këtyre ditëve në Gjermani, më saktësisht në qytetin Thanhausen. Dyshohet se një kosovar nga komuna e Rahovecit ka vrarë gruan e tij. Bëhet fjalë për Bekim Nurkasa dhe bashkëshortën e tij të ndjer, Leonora Nurkasa. Mediat gjermane raportuan se në qytetin Thanhausen të Gjermanisë, në paraditën e së mërkurës, një i dyshuar 54 vjeçar ka vrarë bashkëshortën e tij 55 vjeçare në shtëpinë e tyre, e që fillimisht policia dyshoi se bëhet fjalë për një vrasje nga pakujdesia, por që doli të mos jetë ashtu, pasi që tani po dyshohet për vrasje. Sipas mediave atje, të cilat citojnë autoritetet policore, pas vrasjes së Leonorës, Bekimi kishte thirrur në telefon djalin edhe i kishte thënë: "Të vrava nënën." E me njëherë pas kësaj, djali e kishte raportuar rastin në polici dhe me njëherë me ekipet e tjera emergjente kishin shkuar në vendin e ngjarjes. Policia gjermane ka arrestuar të dyshuarin pa rezistencë mu përpara shtëpisë i cili ndodhet në paraburgim, ndërsa trupi pa jetë i viktimës ishte gjetur në dhomën e ndenjes nga shërbimet e urgjencës. Hetimin e rastit e ka marrur Departamenti i Policisë Kriminale të Memingenit, kurse të enjtën pasdite i dyshuari është sjellë përpara gjykatësit hetues dhe është dërguar në institucionin korrektues. Sipas të dhënave deri tani akoma nuk dihen motivet e ngjarjes dhe rrethanat se si erdhi puna deri këtu. Në lidhje me këtë ngjarje të trisht ka reaguar menjëherë nëna e viktimës në një postim emocional, një pjesë të së cilit po e lexoj. "Humba qikën tem, Leonora e nanës, thesari i nanës, me të humbëm një nën, një motër, një teze, një hall, një gjyshe. Zemrat tona janë thyer, shpirti ynë është plagosur dhe çdo frymarrje duket më e rëndë pa praninë e saj." Një tjetër element që ja vlen me u përmend është fakti se familja e viktimës ka udhëtuar në Gjermani. Arsyet e këtij veprimi thuhet të jenë fakti që ata duan të ndjekin nga afër hetimet për vrasjen e familjares së tyre. Raste të tilla të vrasjeve për brenda familjes të shpeshta janë edhe në diasporën tonë që jetojnë në shtete të huaja. Kujtojmë që në vitin 2023 një kosovar është dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen e gruas dhe kunatës së tij, si dhe me dëbim nga vendi. Një kosovar tjetër po përballet me drejtsinë zvicerane pasi i njëjti dyshohet se në këtë shtet ka vrarë kushëririn e tij dhe atë për një konflikt për një mur në vendlindje në Gjakov. Edhe në Austri para pak vitesh, një burr nga Kosova u dënua me burg të përjetshëm për vrasjen me thik të gruas së tij. E raste të tilla ka pasur edhe përtej oqeanit, hiç më larg se vitin e kaluar në SBA, i riu nga Peja Pajtim Krasniqi ishte vrarë nga gruaja e tij në banesën e tyre në Florida të SBA-ve, ku e njëjta më pas kishte vrarë edhe veten.